E dini sa të mirë qenë e merrni thot që të keni një trup njerëzor? E dini sa rrallë është që të kesh një trup njerëzor? Pra dhe jemi gjithmonë duke kërkuar dhe kjo është problemi i njerëzimit sot, që është gjithkohën tendenca për të kërkuar diçka që s'e ke. Mund të arrijmë shumë të ardhura, mund të arrijmë shumë komunitete si por nëse ka tension, ç'a kuptimi ka? Duke vlerësuar atë që ke, pastaj mund të ndërtosh gjithçka mbi atë. Moment që zgjoheni në mëngjes, rrini 10 minuta në krevat. Ose ngrini me një herë dhe të vraponi, të shkoni në tualetë dhe të bëni gjërat që duhet të bëni, përgatitni dhe të vraponi. Dhe ne shohim që ne përgjithsisht jetojmë ashtu. Gjikude Bargadas. Çekude, Flavia. Pas episodit tonë të tetë, i cili ishte shumë interesant me një të ftuar, sot do t'ju rikthehemi tematikave në vazhdim dhe mësimeve të Gurxhis. Një nga temat ose një nga faktorët që kanë ndryshuar shumë edhe jetën time në të përditshme ka qenë ajo e të praktikuarit të mirënjohjes, e cila më ndryshoi edhe perspektivën e të parit të gjërave në të përditshme. Përgades, nuk e di si ka qenë për ty, atë ka ndihmuar shumë kjo praktikimi i mirënjohjes gjatë përditshmes tënde? Një ndër gjërat që vërtet më ka prekur në fillimet, domethënë kur kam njohur Gurxhin, kur kam filluar rrugën shpirtërore, ka qenë eksaktësisht mirënjohja, sa rëndësishme është të vlerësosh atë që ke. Duke vlerësuar atë që ke, pastaj mund të ndërtosh gjithçka mbi atë. Dhe aq më tepër kur flasim për dashurinë ose të lidhurit më tepër me veten, nuk mund të ndodhi nëse ne nuk jemi mirënjohës për atë që kemi, që vetë Zoti natyra na ka dhënë. Si do ta përkufizonim Bargadas ne mirënjohjen në mësimet e Gurxhis? Mirënjohja është diçka, të themi të drejtën, është diçka e thjeshtë, nuk është aq e komplikuar. Edhe nëse shohim po themi në gjuhën shqipe, po ta ndajmë mirënjohjen në mirë njohje. Pra të njohësh atë që ke, të vlerësosh atë që ke. Dhe Gurxhia, siç e dim, misioni i tij është ta lidhë qenien njerëzore me thelbin e tij, pra me dashurinë që ka brenda vetes. Dhe dashuria pra fillon aty ku ka mirënjohje. Po themi edhe nëse shohim jetën e përditshme me prindrit ose në marrëdhënie të ndryshme që kemi, ku ka dashuri, vëre që është mirënjohje dhe nuk mund të ketë dashuri pa mirënjohje. Po themi çdo marrëdhënie që ne kemi pasur në jetën tonë, edhe çdo marrëdhënie që kemi, pra mirënjohja është vërtet themeli për të ndërtuar dashurinë, për të ndërtuar gjithçka ku të bën të kuptosh, të bën ta vlerësosh jetën në gjithë kuptimin e saj. Dhe Gurxhia nuk është në lidhje me njohjen, ka diçka ndryshe nga gjithë mjeshtrat e tjerë, pra gjithçka fillon të vlerësosh atë që ke. Pra, unë e kam dëgjuar shumë herë, sa jetë citon shumë herë, e dini sa të mirë qenë e merrni thot që të keni një trup njerëzor? E dini sa rrallë është që të kesh një trup njerëzor? Se ne shohim kategori të ndryshe të qenieve, shohim insekte, shohim kafsh, miliona specie. Por që të kesh një trup njerëzor është vërtet mundësia ku ti të njohësh çfarë vërtet dashuria është, çfarë vërtet esenca e jetës është. Dhe prandaj një ndër gjërat që ai mëson është së pari thot bëheni qenie njerëzore. Dhe çfarë kjo do të thotë? Pra vlerëso atë çfarë Zoti ka dhënë, atë çfarë natyra të ka dhënë, jemi mirënjohës. Dhe jo gjithkohën duke vrapuar, sepse ndryshe do harrosh atë që ke. Dhe këtë e shohim në jetën tonë që rëndomti mund të ta harrojmë këtë gjë. Pra dhe thelbi është të vlerësosh atë që ke dhe pastaj të jesh gjithmonë në gjendje të vlerësosh edhe atë që do vijë nesër ose do njohësh një të nesme. Pra gjithçka fillon te ajo që ke. E kuptoj Bargadas, po është mirënjohja një ndjenjë e cila lind natyrshëm apo është një mënyrë e qëllimshme për ta realizuar? Si vjen? Duhet ta kultivosh, është eksaktësisht ajo edhe çfarë the ti, kur kam filluar rrugën shpirtërore ose diçka që më ka bërë të reflektoj më tepër është, a jam mirënjohës për gjërat që kam? Vërtet, dua më tepër dashuri në jetën time, dua më tepër qetësi, dua më tepër mirëqenie, qoftë të brendshme, qoftë jashtme.
por a vlerësoj atë që kam. Dhe ndoshta ndonjëherë ku jemi duke kërkuar, ku dikush na kujton, na thot, "Okej, po a ke sy ta shohësh atë që ke?" Në moment që kjo na thuhet, po themi, dëgjojmë shumë herë që njerëzit shkojmë tek psikologu sepse përballen me situata të vështira në jetën e tyre, edhe një ndër gjërat në terapi çfarë bëhet? Të kthen të vlerësosh për atë që ke. A e ke familjen, a ke punën, a ke trupin, a ke mendjen, a ke zemrën. Dhe ti thua, wow, sa shumë gjëra kam harruar dhe jam dëshpëruar për diçka që mendja më ka ngecur. Dhe kur fillon edhe vlerëson atëhere e gjithë qenia jote fillon e ndryshon. Pra është diçka që ti duhet t'ja kujtosh vetes tënde. Po themi që mëngjes që ne ngrihemi, kujtojmë vetes tonë, okay, ne sot po e nisim ditën, po çfarë vërtet është qëllimi i ditës time? Çfarë është gjëja më kryesore që jep kuptim ditës time? Ne mund të bëjmë shumë gjëra, mund të punojmë, mund të arrijmë sukses e tjera, por nëse nuk ka mirënjohje, nëse nuk ka dashuri, nëse nuk ka respekt, gjitha këto cilësi, atëherë çfarë kuptimi ka? Dhe sigurisht është diçka që ndërtohet, duhet punosh, duhet ta kujtosh veten tënde vazhdimisht, që ta kultivosh, ta mbash, ta ruash. Po çfarë konkretisht ndryshon bargadas në ditët tona kur ne praktikojmë në mënyrë të ndërgjegjshme mirënjohjen? Mund të them me plot kuptimin që jeta ndryshon plotësisht. Pra fillon edhe nuk je i shqetësuar më, jeta ime do ndryshoje kur unë të arrij apo të kem diçka që nuk e kam. Po themi unë mbaj mend vite më përpara, ose tendencën se si ne qenia njerëzore funksionon, është gjithmonë një pjesë brenda teje që thotë nesmja do jetë më e mirë se sot, do vije një nesme, dhe gjithmonë e ke këtu. Dhe ti sheh që arrin të 20-tat, arrin 30-tat, arrin të 40-tat, arrin të 50-tat, edhe atëherë gjërat fillojnë ndryshojnë, trupi fillon edhe plaket më tepër, kushtet ndoshta fillojnë të vështirësohet, impenimet rriten, dhe ti e shef sa më tepër ti mendon që do të arrijë një ditë, sikur të largohet më tepër. Por kur ti ndal dhe vërtet e vlerëson atë që ke, gjithë cilësia jote fundja. Dhe ne kemi diskutuar, Flavia, shumë herë këtë gjë. Edhe bashkë kemi diskutuar. Ore, okay, ne ndajmë me njerëzit, reflektojmë edhe me veten tonë, po çfarë vërtet guruxhia, mësimet e tij ka ndryshuar që në hapat e parë. Dhe ne vëmë re shumë qartë, ai na ka bërë të vetëdijshëm dhe të vlerësojmë atë që kemi. Nuk ta ka thënë asnjëherë shtoni diçka në jetën tuaj, vrapo që ta arrish të. Jo, ndal dhe vlerëso atë që ke. Prastaj çfarë Zoti do të sjellë në jetën nesme, do të sjellë atë që ty duhet, por tani ai të ka dhënë atë që ty duhet. Dhe mua kjo të them drejtën më ka ndihmuar shumë që nëse vërtet Zoti ekziston, dhe nëse Zoti kujdeset për çdo qenie të tij, atëherë i bie, nëse unë jam duke ankuar gjithkohën, atëherë i bie që ai nuk e di çfarë është duke bërë. Nuk e din se çfarë eksaktësisht më duhet mua, çfarë eksaktësisht të duhet ty, çfarë eksaktësisht i duhet çdo qenie njerëzore. Jo, ai e din eksaktësisht sepse jemi të krijesat e tij. Po çfarë mungon? Mungon sepse ne nuk e vlerësojmë ato që ai na ka dhënë. Pra dhe jemi gjithmonë duke kërkuar, dhe kjo është problemi i njerëzimit sot, që është gjithkohën tendenca për të kërkuar diçka që s'e ke. Dhe ne prandaj themi që bari në anën e kumshiut është më gri, është më i bukur. Jo, është thjesht mënyra se si ne i shohim gjërat. Edhe kumshiu mendon për anën tonë që është më mirë. Pra dhe kjo do të thotë që ne vërtet nuk vlerësojmë atë që kemi. Dhe sigurisht ne jemi të ndryshëm, nuk kam pse unë të kem tiparet, po themi tiparet e tua. Jo, unë kam tiparet e mia, ti ke tiparet tua, dhe prandaj ne jemi unik. Por çfarë ne përpiqemi të bëjmë? Përpiqemi të krahasohemi me tjerët, përpiqemi të ndryshojmë dhe dalim plotësisht jashtë natyrës tonë. Dhe eksaktësisht është çfarë njerëzimi sot është duke vuajtur, sepse ka dalë, është larguar nga natyra e tij. Dhe kthehemi sërish çfarë guruxhia na kujtoi. Jo, na kujtoi vlerëso atë që je, vlerëso që Zoti të ka bërë perfekt ashtu siç ka bërë. Pastaj nëse të duhet ndryshosh diçka në të ardhmen,
do të vijë natyrshëm, nuk ke pse sforco të dalësh jashtë natyrës tënde. Dhe kjo prandaj vërtet me njo është diçka që duhet kultivuar, duhet të bëhemi të vetëdijshëm çdo ditë jetës tonë, çdo moment jetës tonë. Dhe unë kur e ndava herën e kaluar në rrugën shpirtërore, kuptova dhe tani jam vërtet, po themi njeriu i parë që jam mirënjohës është nëna ime, po nuk kam qenë kështu përpara. E kam thënë, okay, ajo është duke bërë detyrën e saj, është duke mritur detyrën e saj. Jo, nuk është kështu. Pra dhe sot kur e shoh ndryshe, wow, unë jam ai që jam sot, fal saj, fal njerëzve përreth, fal miqësisë që kam, fal njerëzve të afërt, gjithçka. Ndryshe nuk do isha ky që jam. Edhe çdo person, jo vetëm unë, po çdo njeri, nuk do ishim ato që jemi nëse nuk do kishim njerëzit përreth, edhe kushtet përreth. Dhe unë mund të Bargadas në fakt para se të njihja Gurxhin dhe të isha pjesë e rrugës së Baktit, kam pasur situata që ndodhin dhe për të humbisja ditë dhe ditë të tëra duke menduar pse e dua, unë e dua vërtet, sepse ty ta thot mendja që do vërtet atë dhe kështu iknin ditë të tëra, ndoshta edhe javë, që nuk isha e lumtur, të zgjohesha çdo ditë e mërzitur dhe me mendjen në po të njëjtin vend. Ndërkohë që tani kur gjërat kanë ndryshuar dhe patjetër edhe unë kam punuar në këtë drejtim, them sa mirë të ishte që ti kisha edhe një herë ato ditët të mbrapsht, se më pëlqen aq shumë dita ime bashkë me të mirat dhe të këqijat që ka sot, sa ato ditët që kam humbur do doja që kisha mundësinë që ti tërhiqja pas, po. Çfarë mendon kur e shef jetën tonë dhe këtë që ndohen? Çfarë mendon që mungon? Sepse edhe shumë njerëz janë duke jetuar në atë formë, ashtu siç kemi jetuar dhe ne. Dhe është akoma edhe për ne, kjo nuk do të thotë që tani është bërë plotësisht e lehtë. Çfarë mendon që konkretisht mungon kur e ndahen këtë çfarë je duke thënë që kam jetuar në të kaluar në këtë formë, por sot e shoh ndryshe. Çfarë mendon që mungon? Fokusi im nuk ka qenë i duvuri. Ndalja çdo gjë që më rrethonte, përfshirë edhe jetën time, edhe lumturinë time, ndaloja vetëm në një drejtim tek ajo gjë që nuk kisha dhe jo të ato gjërat që kisha, ndërkohë që nuk më mungonte asgjë për të qenë aq e mërzitur. Se njeriu patjetër që ka dhe situata gjatë ditës, një debat, ndoshta puna, ndoshta një marrëdhënie personale apo një marrëdhënie familjare, edhe mund të mërzitet natyrisht, po jo që të qëndroj për ditë e ditë të tëra në diçka e cila ikën, aq e ka momentin e vet. Edhe patjetër nuk e kam pasur fokusin e duhur, se po të kisha praktikuar mirënjohje dhe unë në nivele pak më të larta, ndoshta do kisha pasur më shumë lehtësira. Kështu që mendoj fokusi është ajo që i mungon njerëzve. A bijem dakord në një farë mënyre që sepse flasim edhe mund ta kuptojmë rëndësinë, po themi, të fokusit, kjo çfarë je duke thënë. Dhe do ishte një ndihmëse e madhe, sërish të kemi prekur pak njerëzit me të cilët të rrethohemi. Pra dhe po themi kur ke ndarë historinë tënde që ishte një mikesh që kishte një eksperiencë caktuar, ka qenë psikologe, mos u gabofsha unë kur e ke ndarë, që të ishte Po, kam mbaruar psikologji. Ishte fillesa e parë. Pa dhe duket sikur vërtet shoqëria dhe njerëzit që na rrethojnë na ndihmojnë për ta bërë më qartë kjo çfarë vërtet është e rëndësishme, cili është fokusi. Pastaj sigurisht duhet që të punosh, që ta ndërtosh. Pra është të rëndësishme. Ne Bargadas shpesh humbasim në atë gjën që na mërzit dhe harrojmë që të shikojmë qartë. Dhe jo vetëm në rastin e shoqes e cila ka mbaruar psikologji, po edhe në të përditshme për momentet caktuara. Ndoshta kam qenë edhe unë i personi i cili ka motivuar ose i kam rikujtuar një mekeshës time të gjitha ato gjërat që ajo ka, ndërkohë që ajo është mërzitur dhe ka ndaluar në një situatë. Edhe njerëzit të ndihmojnë padyshim, sepse është një moment që ndoshta se ke vigjilencën e duhur për të kuptuar se realisht për gjërat që ke, dhe dikush në mënyrë shumë të thjeshtë dhe me fjalë të ngrohta të rikujton që shiko se ti nuk je kjo situata që po të ndodh tani. Ti je të gjitha këto gjërat e bukura
rreth e përqark dhe kjo është një situatë e cila është pjesë e cila do kaloj. Edhe miqt janë shumë të rëndësishëm padyshim në disa pika kyçe, por çdo gjë mos harrojmë që vjen nga vetja jote edhe është një punë shumë e madhe që duhet bërsh me veten tënde. Dha gjesh së pari këtu dhe më pas të kesh mundësi edhe ta ndash. Paradas një nga pyetjet që do doja që të bëja në lidhje me mirënjohjen është që a është ajo dhe një mënyrë shumë e mirë për të ndaluar atë stresin e përditshëm apo tensionet të cilat mund të krijohen. Sigurisht dhe do të thoja është thelbi. Pra po ta shohim pse jeta jonë ka këtë dinamik, po themi pse jemi të stresuar, pse jemi të agituar, sepse jemi edukuar në atë lloj mënyre, ose jo mënyrë ndoshta jo drejt për drejt, po dhe vetë shoqëria, po ta shohim se si funksionon. Po themi që mëngjes, nëse ngrihemi dhe dalim për punë, marrim makinën dhe dalim, që momentin që shohim trafikun, gjërat, e nuhasim lehtësisht që ka një nivel agjitimi, pra ka një nivel stresi, që gjithë secili është fokusuar të shkojë te ajo që do bëjë, gjithë secili është fokusuar të arrijë atë që duhet të bëjë, dhe kjo të mban gjithmonë në të ardhmen. Dhe kur njeriu është i vendosur në të ardhmen, gjithkohën është duke shqetësuar, dhe ardhmja, siç e kemi diskutuar, nuk është në dorën tonë. Dhe atëherë kur ne fillojmë edhe bëhemi mirënjohës, pra kur e vlerësojmë, atëherë do jetë më pak, po themi, agresive kjo që të shqetësohemi për të ardhmen, për gjëra që duhet të arrijmë etj. Dhe atëherë do vije ardhmja, gjithçka tjetër do vije shumë natyrshëm, nuk kemi pse sforcojmë. Pra dhe stresi dhe gjithçka që na mundon jetën tonë vjen si shkak i mënyrës se si ne jetojmë. Pra presioni që ne vendosim mbi veten tonë, mbi kushtet që kemi, mbi njerëzit që kemi, mbi gjithçka, dhe krijon tension. Ndërsa kur ne fillojmë edhe vlerësojmë dhe fillojmë relaksohemi në mënyrën se si jetojmë jetën, atëherë do ketë më pak tension, atëherë do ketë më pak stres, dhe prandaj shohim fuqinë e mirënjohjes është për faktin që të bën të vlerësosh atë që ke. Dhe jo të don mosdëshmërisht tu të vraposh edhe të kesh me patjetër diçka që s'ke. Do vije natyrshëm, pra është mënyra se si ne i shohim gjërat. Kur kjo ndryshon, pra atëherë jemi më të relaksuar, dhe normalisht kur jemi të relaksuar ka më pak stres, më pak ankth, më pak të vrapojmë. Barga, më lër të ndaj me ty me dëgjuesit tan një histori shumë të thjeshtë, padyshim, që Gulçi ka ndarë në një nga satsangjet e tij. Lidhet pikërisht me këtë që sapo neve po diskutonim. Një devoti ishte duke i ankuar shenjtarit të tij, që ishte Rama Krishna në atë kohë, dhe ishte duke i thënë që Zoti nuk më dëgjon, nuk i dëgjon fare lutet e mia, jeta ime është e mbushur me probleme, nuk kam asnjë gjë për të cilën mund të jem mirënjohës. Dhe aty Rama Krishna ndalon edhe e pyet, a mundesh ta shikosh diellin? Dhe ai përgjigjet që po. A mundesh të mbushesh me frymë? Dhe ai prapë përgjigjet që po. A kishe ushqim në tavolinën tënde sot? Dhe ai sërish i thot po. E thot, atëherë, mendja jote është e fokusuar duke parë gjërat negative, ndërkohë që nuk po sheh të gjitha bekimet që Zoti ty të ka dhënë çdo ditë. Fillo çdo ditë të mendosh për gjërat e mira që ke në jetë dhe hape zemrën, dhe kështu gjërat do të ndryshojnë edhe për ty. Dhe që nga ajo ditë, devoti çdo ditë në mëngjes filloi që të praktikonte pikërisht ndjenjën e mirënjohjes çdo mëngjes, dhe të ishte falënderues, dhe aty e pa që dhe ditët u përmirësuan dhe zemra ju qetësua, pra nuk e kishte më atë stresin e madh. Dhe ja këto gjëra që janë aq të thjeshta dhe aq natyrshëm mund të vinë në çdo mëngjes, aty hap syt thjesht të ngresh syt apo thjesht të mbyllësh edhe të thuash faleminderit që sot kam bërë një gjumë të mirë dhe kam një punë dhe nuk më mungon asnjë gjë për të qenë i lumtur. Pra nuk është të thënë që duhet të presin valixhe
aty jashtë, apo nuk e di, një pozicion shumë i lakmuar që ti t'jesh i lumtur. Mjafton që të falenderosh Zotin për çdo gjë që ti ke. Pra mirënjohja është si një fill lidhës, Flavia. Pra ne shohim lehtësisht mund të më flasish pafund, po themi me miqsinë që ke, me shoqet e tua, me gjithë rrethin tonë. Ajo çfarë të bën të vazhdosh për vite të mbash marrëdhënien është ta pranosh, pra sepse edhe pranimi, mirënjohja janë dy gjëra shumë të lidhura. Pra ti pranosh njerëzit dhe rrethanat ashtu siç janë, por që ti pranosh duhet të jesh mirënjohës ndaj asaj. Pra nëse ti nuk je mirënjohës për një shoqe që ke, nuk je mirënjohës për atë çfarë të solli në këtë rrugë, atëherë ç'a kuptimi do ketë? Pra dhe kur ne shohim këtë element, praninë e saj në jetën tonë, çdo lloj marrëdhënie ndryshon, pra me shoqërinë, me familjen, me kushtet e punës, gjithçka, pra ndryshon kur ne fillojmë edhe vlerësojmë, wow, pra nëse do shohish në punën tënde, po themi mund të jenë punonjës 6, 7 apo 8, dhe nëse nuk ka harmoni, edhe ti do vuash. Pra nëse ti nuk e respekton hapësirën e tyre, karakterin atyre, nuk je mirënjohës për gjithçka që ata të ofrojnë, ndoshta jo vetëm në mënyrë drejt për drejt, po mënyrën se si e reflektojnë, pra të inspirojnë, atëherë nuk do ishte lehtë as për ty. Pra dhe këtu shohim sa rëndësishme është elementi për t'i mbajtur të lidhura marrëdhëniet, në çfarëdo marrëdhënie të jetë, pra elementi mirënjohje. Dhe unë them drejtën, një ndër gjërat që jam i friksuar që mund ta humbasësh lehtësisht është mirënjohja. Pra dhe Gurgjia ka thënë çdo herë, nëse mirënjohjen e bën pjesë të jetës tënde, atëherë jeta do të sjellë gjithçka, dhe ti do të shohësh gjithçka që jeta ta ka sjellë. Dhe kur jeta ndryshon, po them në aspektin negativ, le të themi në këtë formë, kur jeta të bëhet e vështirë, sfidë e papërballueshme, është vetëm kur mirënjohja ka humbur. Edhe nga rruga shpirtërore, unë shoh shumë që vinë me shumë entuziazëm, jetojnë shumë vite, edhe Gurgjia e ka thënë, largohen nëse humbin mundësinë, atëherë kur harrojnë vlerësojnë atë që kanë. Dhe atëherë çfarë bën? I kthen shpinën, pra hedh baltë mbi atë çfarë të ka sjellë deri këtu. Është një lloj, po themi, si ti ke, po themi, ke dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm në gjithë jetën time, dhe unë çfarë bëj tani, duket sikur njoha diçka tjetër ose dikë tjetër, dhe çfarë bëj, të hedh, po themi, baltë mbi Flavien, t'i kthejnë shpinën, atëherë ç'a kuptimi ka, do bëj edhe në vazhdimsi. Pra dhe prandaj marrëdhëniet prishen, gjithçka prishet, njeriu është i orientuar drejt vetes, edhe shohim jetën që mënyrën se si njeriu sot jeton, pse se kanë humbur këtë vlera. Dhe prandaj spiritualiteti, se themi, është diçka e jashtëzakonshme. Jo, spiritualiteti, gjëja e parë që të mëson është të mëson të jetosh vërtet si një qenie njerëzore që ka vlera. Ti jesh një qenie njerëzore, Gurgjia thotë, nuk do të thotë ti jesh të kesh një trup njerëzor, të marrësh frymë, të bësh disa veprime. Jo, ti jesh qenie njerëzore, do të thotë të kesh vlera njerëzore. Pra të kesh mirënjohjen, të kesh respektin, të kesh përulësinë, të kesh aftësinë dhe dëshirën për të dhënë. Dhe kjo të bën një qenie njerëzore. Ndryshe ç'a ndryshimi kemi me kafshët? Nëse jemi vetëm për mua, për vete, ç'a vlerë ka? Pra dhe gjithçka vërtet fillon të mirënjohja. Dhe vetëm qenie njerëzore mund të jetë mirënjohës, pra ta kuptojë vlerën e saj. Jam shumë dakord me ty, Bargadas, dhe në fakt unë jam shumë mirënjohëse që ne kemi pasur mundësinë e që të kemi Gurgjin për na orientuar dhe për të na mësuar të gjitha ato gjërat që janë sa të thjeshta, po dhe aq të vështira për të praktikuar në të përditshmen. Nëse do kishim mundësi të qëndronim gjithë natën sot, nuk e di se sa histori do ta kishin ardhur ndërmendje piles. Unë në momentin që ti tregoje, isha duke parë dhe duke kaluar, domethënë, për histori të ndryshme të jetës time, po do ta duhet ta mbyllim shumë shpejt në fakt. Dhe do doja që ta mbyllim, Bargadas, me një sugjerim ose një ushtrim apo një mënyrë
dhe për ta praktikuar mirënjohjen në të përditshme shumë të thjeshtë dhe për të ndihmuar dëgjuesit tanë, ata që kanë dëshirë që ta praktikojnë mirënjohjen. Nuk ka shumë që gurgjia, po themi, para 1 muaj, thot një ndër gjërat. Moment që zgjoheni në mëngjes, rrini 10 minuta në krevat. Mos ngrini me njerë dhe të vraponi, të shkoni në tualetë dhe të bëni gjërat që duhet të bëni, të përgatitni dhe të vraponi. Dhe ne shohim që ne përgjithsisht jetojmë ashtu. Me njerë bie alarmi, ngrihemi, me njerë jemi si të ku diun, si mund ta themi që Në nxitim dhe në stres ndoshta. E nisin ditën me stres. Eksakt. Dhe ai thotë qëndroni vetëm hapni syt, qëndroni 10 minuta pa u ngritur akoma si nga. Dhe thjesht filloni të ndjeni frymën tuaj, filloni të ndjeni trupin tuaj. Dhe ngadalë filloni të vlerësoni atë që keni, pra mundësinë për të ngritur dhe njerë, të filluar dhe njerë ditën, që keni mundësi të kontriboni, të ofroni veten tuaj, aftësitë tuaja, për njerëzit për rreth, për familjen, për njerëzit për rreth, për shoqërinë, pra të jepni një kontribut, sepse dhe këtë ne marrim për të mirë qenë. Dhe vlerësojeni Zotin për gjithçka që ju ka dhënë, dhe do shihni që jeta të ndryshojë, pra me grimca të vogla, se dhe ne jam mendojmë duhet të jenë shumë gjëra të mëdha që jeta jon ku di ndryshojë. Jo, duke ndryshuar këmbështrimin, mënyrën si shohim gjërat të ndryshojë. Pa dhe ajo çfarë ai thot, thjesht ngadalë, mos u nis me nxitim. Dita do kujdeset vetë për veten e vet. Pra vlerësoje, fillo të marrësh frymë, nise ditën i relaksuar, jo në tension. Dhe atëherë të jesh më produktiv. Dhe ne prandaj shohim shumë tension, e bëjmë punën, i bëjmë gjërat që bëjmë, arrijmë sukses, po ka shumë tension, Flavia. Qa kuptimi ka? Mund të arrijmë shumë të ardhura, mund të arrijmë shumë komunitete si ardhë, po nëse ka tension, qa kuptimi ka? Pra ndalo, dhe jo pa qëllim ai thotë, ndalo, nise ditën duke reflektuar dhe duke vlerësuar. Dhe kjo mendoj që është shumë efektive dhe të përpiqem t'ja kujtoj çdo ditë vetes time. Unë do të përpiqem bashkë me ty Bargadas që ta bëj 10 minuta se unë e bëj 45 edhe e marr aq me ngadalë ditën. Kështu që do më duhet ta shpejtoj pak duke filluar nga neca. Kjo është fantastike. Më duket se më ka relaksuar më shumë se ç'duhet në fakt. Bargadas, shumë faleminderit, ndesh jemi në episodin e radhës. Natën e mirë, Gjegurdet. Faleminderit. Çegudet.